Jeni me Kosova Today, ky është blogu i tretë. Mërgjimtarët vazhdojnë të jenë shpëtim për ekonominë e vendit. Vetëm në vitin 2024, remitencat arritën shifrën prej 1.355 milion eurosh sipas raportit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Apo ndihmon diaspora zhvillimin e Kosovës, apo vetëm po e mban Kosovën në gjendje varësie? Këtë çështje diskutojmë në një panel mjaft interesant, ku të ftuar në studio sot ka mikun e emisionit ton zotëri Dibran Gashi. Kënaqësi të jesh me ne. Ju falenderoj. Edhe Arlind Dimeri, një mek tjetër është pjesë e diskutimit. Faleminderit që jeni në studio. Dimeri. Sali Rexhaj në anën tjetër me një temë pak më interesante. Përshëndetje zotëri Rexhaj. Përshëndetje gjithashtu. Si dhe Nefael Malisi, të cilë ju uroj mirëseardhje sepse moti kohë nuk kemi biseduar. Kënaqësi t'ju kemi në emision zotëri Malisi. Përshëndetje. Zotri Gashi, më interesant a di këndvështrimin tënd, sa është ndihmesa e madhe diaspora për Kosovën sot realisht? Unë kësaj herë do ta bëj një trajtim më të veçantë se nashta pak kush ka trajtuar në këtë mënyrë, sepse ka menduar bukur as me sulmu, as me mbrojt, as kënd. Për arsye se unë mendoj se ata kjo mergaci është jashtë, në një farë forme janë pjesë e jona edhe janë qytetarë këtij vendi. Ty pas parasysh se shumica aty ne i kanë letër në thimat e Kosovës, edhe nëse se kanë pasaportën, edhe ata vinë në shtetin vetë që e konsiderojnë vendlindjen e vetë, edhe i bëjnë ato dëmon shpenzimet e tyre, plus i dërgojnë familjeve ata që kanë lidhje hala me familje, se kjo ka ra bukur shumë, kjo që është janë ndihmës dëmon që jepet direkt, edhe blejnë prona edhe në format të ndryshme. Mirë, po mu që kam interesant kjo statistika 1 miliard e 300. Kjo statistikë në sa po është nuk mund tjetë aq e sakt sa i jipet përmes asaj, sepse ajo pjesa që ka lënë për institucione financiare llogaritet sakt, ndërsa pjesa tjetër që ka lënë që thojmë na si cash para, ajo nuk mund tjetë shumë e sakt, mund tjetë edhe ma shumë edhe ma pak. Domethënë aty bën disa kalkulime që por neve sot është interesant të dimë sa është e rëndësishme sipas teje. Mirë, po është e rëndësishme për arsye se e ndihmon direkt dhe indirekt ekonominë tonë. Sepse edhe veç ta vazhdoj edhe një pjesë të tonë, sepse unë këto qeveritë tona shpesh janë janë lavdruar se kemi rritje 4%. Unë mendoj se kjo rritja 4% është pjesë e kësaj pjesë financiare që diaspora në një formë, çfarë do forme e sjell në Kosovë. E qartë. Zotri Rexhaj, si e shikon ju realisht? Sa jemi të varur prej diasporës? Kur politikanët janë të varur, se ata kërkojnë vota në diasporë, po ne populli i Kosovës realisht sa jemi të varur prej jush? Po nëse merret parasysh në bazë statistikave se diku remitencat marrin pjesë me 15% nga bruto produkti shoqëror, atëherë është një pjesë e madhe, është pjesë vendimtare. Unë mas jetoj vetë mërgat dhe të nis prej vetës, na kryesisht atje deri para një kohë, unë si gjenerat e parë që jam, se fëmija mi kanë tjera interesa, unë gjatë pjesës më të madhe të jetës i kam ndihmu atje familjarët e mi. Dhe me thonë, na ke diaspora, ju ka shërby atë gjitha partive, gjitha qeverive, ju ka shërby për mos me pas probleme sociale. Pa remitencat tona, me siguri se do të kishte protesta, do të kishte ankesa më të mëdha. Zotri Rexhaj, ajo çështje nuk diskutohet. Nëse e shohim konotacionin kohor dhe flasim për vitet 90-ta, kjo nuk diskutohet. Por mua më intereson të di në këtë moment, dhe gjithashtu edhe involvimi i gjeneratave pasuese, pra fëmijëve të, nëse ata njehin të njëjtën rrugë dhe të njëjtën formë të përkrahjes së familjes të. Aty unë që i përcolla i shiqova do disa statistika, se dhënë jam ekonomist në profesion të parë, edhe parë se rritja ka qenë diku 7-8% dhe 10% me dallime të mëdha, me disa dallime, jo as të mëdha, mirë po e parë se në vitin 2 vitet e fundit, për shembull në vitin 23 dhe 24, rritja ishte shumë e vogël, ishte vetëm për 1%. Unë po nisna prej vetvetes edhe për rrethit që i njohune. Unë jam në atë periudhën kur tashma fëmija mi janë rriti, kanë përfundu studimet, edhe jam interesuar që të investoj diçka. Unë në bazë të asaj, se unë qysh logjikoj, unë investimet e mia i kom orientu ka Shqipëria.
për arsye se Shqipëria është shtet shumë më i sigurt, është anëtare e NATO-s dhe shumë shpejt do të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. E qartë ndalim këtu diskutimin, sepse nuk dua të kalojmë në Shqipëri, po ndalim gjithmonë në Kosovë. Arlend, realisht, ti si ri sa shikon të madh kontributin e diasporës në vendin tonë? Unë veç fillimisht kisha dashur mos më përzi dy epokat prej viteve 90 deri I dajtëm, bashkë me zotëri Rezën i ndajtëm. Kështu përzien edhe masane edhe po. Në moment po folëm, si vjetë, qitë verës. Verës, për këtë moment, unë e posh statistikat e remitencave për gjatë vitit 2024, sipas një studimi që ka bo Gremin, 47% e këtyne remitencave shkojnë në ndërtim, do me thonë marrojnë shtëpia, 26% e tyne shkojnë në banesa, që gjitha këtu kur ti mbledh është kapital i vdekun, edhe kapital që investohet në beton. Pra, investimi i tyne më i madh është në cement, edhe Po cëllë impakti pastaj i kësajna? Impakti nuk ka impakto, nuk prodhohet, nuk ka prodhim, nuk ka ngritje, nuk... Për shembull, a ka mundësi, sepse e kemi edhe inxhinier, kemi edhe zotri Gashin këtu, më interesant a di, po thojnë se, nuk po them unë, të tjerë thojnë se edhe çmimet e banesave po rritën si pasojë e diasporës tonë. Patjetër, këta e kanë bërë ngritjen më të madhe të çmimit banesave, sepse nuk i këshyrin fort, nuk i din çmimet, edhe investojnë që që sot ju thët aja të bishit, e japin parët, edhe realisht tani po ndikon edhe ngritjen e çmimit të banesave në Prishtinë. Prishtinë mo ka mëri, është çmim enorm, sa është ushqit, sot 1 metër katror në Prishtinë, besoj që shumë alirë mund është me gjetë në për venet turistike, në për Shinxhina, Velipoja, se tashe që edhe... Dhe për krejt të çështje do një fajtor t'i leni diasporën? Unë kam një mendim këtu pak. Investimi tyne është kapital i vdekun. Investojnë në banesa, në për shtëpia, pjesa tjetër shkon në për ndihma që edhe ajo nuk është e mirë sepse krijon një farvarësie. Kur ndihmojnë shumë familje tyre, masanej pe krijon një farvarësie edhe... Unë kam dy çështje, ky e trajton në mënyrën e vet mirë, po që tu, edhe pse ato kapitali i vdekur, mirë, po sa punëtor punojnë ato ata marrin thardhura. Po. Është një pjesë se i shërben... Pra, ju thoni përfitojnë në mënyrë indirekte. Shërben komunitetit, një. E dyta, çmimet i sakton tregu, jo as ti sakton ai si. Tregun kush e sakton? Oferta dhe kërkesa. Edhe çmimi tjetër është për rritjes çmimeve në përgjithësi. Është rrit energji elektrike, është rrit metali, është rrit shumë gjëra të cilat ndikojnë edhe çmimin e 1 metri katror. E qartë dhe me që jena në diskutim me sipër se t'japim... Çfarë thotë ky që diçka ka aty? Po ka diçka pa po. Çka ka bre Arlend? Çka ka? Zotri Maliqi po ju akuzojnë pra, si shkak i investimeve të juaja, po rritën çmimet e metrit të banesës dhe po shihen si të parësysh me këto rritje në Prishtinë. Si e sheti? Po, kolegë, ndëruar, ndetje oner, ona se pak njërë të shifrat kanë lëvizur, që shtohën edhe në kimi të potet, Qytetarët i kanë dërguar në Kosovë vitin e kaluar të pak se 1 miliard 400 milion euro, por si pas një hulumtimi, gazetë sonë si thonë në Kiplekan Konvencet, pra kantonin 28 fatë, kjo shifër mund të shtoj deri në 2 miliard. Se po them për këtë? Për shkak se shumit e mërdimtarëve dërgojnë para në vendimje, jo çdo herë për mes bankave, por sa të shkojnë në vendimje në pushime, për punë të tyre, por edhe për mes shtuet dorë më dorë, për mes mjetëve të ndryshme transportuese, aeroplanëve, autobusëve, apo të veturave, për të investuar në ave për mes familjarëve dhe miqve për të shmangur taksave. Pra, sigurisht mund të themi se diaspora vazhdon të jetë një nga motorët kryesorë të ekonomisë së Kosovës, të cilët po ndihmojnë jo vetëm ekonominë në zgjidhur, por edhe në vendimje. Prandaj edhe dikush tha se ato pare po shtohen për beton. Po mirë dhe atë beton sigurisht duhet me shtilë. Do me thani vujtën punëtor. Këto remitenca, këto miliardë... Ju s'krijani vene pune, nuk krijani prodhim. Jo, krijani veç bloka dhe qeremide. Veç bloka dhe qeremide? Po dhe 47% është pjesa më e madhe shkon në ndërtim.
Apo kuptoj 26 për tyre shkon në imobilje, do me thonë në patënshmëri, në banesa. 47 veç në ndërtim. Pjesa tjetër është në patënshmëri që blenë banesa. Por Do me thonë ta skrijojmë vene pune, nuk Por kryojmë... zotri Gashi e lidhi pikërisht me krimin e vendeve të reja të punës, investimin në patënshmëri. Zotri Gashi janë edhe 7 investitorë që sajte që abdej marrin ato edhe kryojnë indirekt vene pune, po direkt nuk kryojnë vene pune, kur far venit punës. Bile, Zvicra ishe dyta për ka remitenca, të më qëditit, Gjermania ma shumë për që i ke. Na po flasim për... Edhe këta Zvicrë kejti që se në më të përkojnë a rolli ka në më të vetë. Se ju ka ndodhë portugezë, për shamull në Zvicrë, kur kanë ble shpia në Portugali atje, dhe masarej Zvicra ka pas obligu me një farë ligji me i deklaru këtë pasonit që i kanë Portugali, edhe shumica portugezëve e kënë shkonën në venet e tyre, a i tutën pak qasojnë. Zotri Maliqi, a qëndron kjo, do të këthejmë dhe kjo, por me që foli për Zvicrën, ta shohë se qëfar me ndonë Zotri Maliqi. Zotri Maliqi, qëndron kjo që tha Zotri Meri në studio? Po, deshta në lidhë të se vendi prej nga vinë më së shumë për remitenca në Gjermania, me mbi 33 milion euro, pas ta janë... Po, këtë diskutuam, këtë çështje sapo e thamë në studio, që të mos përsëritemi. Më intereson të di në qoftë se është i vërtet faktit të cilin foli Zotri Meri këtu në studio, a i tha se pronat nuk i keni në emrin tuaj këtu në Kosovë. Po flasë gjithmonë për bashkëdhetarët që vinë nga Zvicra, si pasojë një ligji i cili ka bërë që t'i kthejmë pastaj tatim shtetit portugezët të cilë kishin investuar në Portugali. Nuk dëgjoj mirë, Troni, shumë të azon shumë. Mirë, do t'a kemi një shkëputje me Zotri Maliqin dhe do të kthejmë prapë. Po, Zotri Rezaj. Kjo nuk qëndron. Nuk qëndron. Cëla sale nuk qëndron? Kjo që ka the ti. Cëla? Se i thash 2-3. Që si keni në emën t'ju? Jo, nuk qëndron, që ta lem të spjegoj unë, që është puna. Nëse dikush e ka një pronë në Kosovë, apo një Zvicran, se na jemi shumica me pasaporta Zvicrane këtu. Nëse një Zvicran e ka një pasuri ku do jashtë botës, ajo është i obliguar që ta paguaj tatimin e asaj pasurie, ose në vendin ku e ka, ose në Zvicër. Nëse e bjen një vërtetim se e ke pagua ato tatimin në Kosovë, dhe me thonë nuk të E që ka ndodhë me portugeza, dhe në tregu? Unë situatën e portugezve nuk e di bashkë mirë, do të kujdet, do të përcjellë dhe do të përgjigje mas dite. Mirë, po portugezet nuk janë shumica e tyre, nuk janë shteta Zvicrës, ata janë punëtorë sezonal. Do të thotë ata vinë... Jo, keqe janë konë me leje qëndrimi, Salim. Nuk ka shumë të shkut fundit. I kanë obligu për shkak që... Hajtë për ndëgjaj. Se problemi është kështu, nëse dikush pensionohet e kthehet në shtëpi në Kosovë apo në Portugali, Zvicra jep ato pensionin që i ka marrë gjitha mjetet për një herë, dhe ai nuk ka obligime në mandaj Zvicrës. Po nëse mbetesh edhe ma tutje me jetu edhe në Zvicrë edhe në Kosovë, atëre intereson Zvicrës se ku ke pasuri. Aty mund të ketë ndonjë manipulim, por nuk janë ashtë mëdhaja, sepse shumica e njerëzve me pensionet që i kanë, e arrin një jetë sa do ku do normale dhe nuk janë shtetun për ndihmave ma të tjeshme cilat jepën cilat jep Zvicra. Në atë rast, atër kujdesin se pasuri, nuk mund të kenë edhe pasuri jashtë shtetit, edhe të marrin një farë shtese që ju bëhat për pension, nëse nuk kanë punu gjatë jetës dhe nuk kanë mjetet mjaftueshme, por ajo është vërtet shumë shumë e rrallë të kosovarsht, ajo nuk është arsyeja. Ndërsa saj përket çmimit bazë të ofertës së kërkesës, me sigurisin na nuk jemi të kënaqur, asë nuk kemi tendencë që me i ble objektet, shtëpiat ose banesat ma shtrejt, vetëm sa me ngrit çmimin. Po situata është ashtu, dhe këtu në Zvicër ku jetojmë, na ndërtimtaria është lami shumë profitabile, sepse ka investimi më i madh kryesisht në imobiljen është në banesa. Ka shumë banesa të sigurimeve, të pronarëve, të milionerëve, që janë zbrasta dhe vetëm i mbajnë aty që mos ju humb kapitali. Sepse më e mirë është një ndërtesë, një tokë, një hipotekë, se sa parat e gatshme në bankë. Prandaj mu po pëlqen ideja e kandidatës për Prishtina Besa Shahinit. Kom dëgju ato e demagogjia. Që po kërkon më rrit taksa në banesa.
që i bjenë nëse jenë Kosovë, pagun me tjera taksa, nëse jenë nga jashtë. Kiski, do me thonë për banesat e zbrasta se ishin dikun rreth 27.000 apartamente të zbrasta. Disa një për arsyeve është për shkak që nuk janë të legalizuar objektet edhe kanë me të pamor fletë poseduse, por që çmimi i taksave do të më rrit edhe mo Sali 4-5 banesa në Prishtinë nuk i mon, thot, po i shën me qire, rritet konkurenca. Po, për që janë veç banesat, edhe gastronomia që ka përfitu. Gastronomia këta i sakatan, diasporën. Dorën zemër, gastronomia unë e moj men para disa vite për para, nuk i lejshin fërt me hi në diskoteka, edhe preqin të dera që aty, po tash u bënen edhe këta gastronom të bënen pa kopila, edhe e ponë që ma e sopë kimi shti mrena që ashtu me pantullat bordë. Po nuk është në regull me lanë me prit personat që kanë ardhë në pushim në Kosovë, edhe kanë mujtë me shku në Spanjë, për shambull Arlen, po kanë vendosë Nuk shkojnë, se në Spanjë nuk talë shëmë edhe nëjtë të lavatë të nditën e godë me këcyn shesh. Po këto janë... Po kjo është çështje kulturës tonë. Po për që ata vinë këtu. Tash po do me thonë që dhe kulturën e ka Shumë ma paguin atje. Sali nuk shkën në Spanjë, bre edhe mja pagu bilete nuk shkën në Spanjë. E unë mendoj se gjërat janë pak, unë du me i po matë natyrshme se sa që i spjegojmë shpesh, për arsye se unë e konsideroj që çdo mërgjimtar është banor i Kosovës në formën e vetë, edhe është adhetar, edhe është ku ka vendi, ku ka lind, edhe do trajtohet sikur çdo qytetar tjetër, mënyrën matë natyrshme, edhe këto ndihma, edhe këto që po i thojmë remitenca, unë i marr natyrshme, ata atje paguajnë tatimet, për shembull Zvicër i paguajnë Zvicrës. Mirë, po kur vinë Kosovë i bojnë shpenzimet e veta, natyrshme, nuk ka nevojë as me i ngrit lart, me thonë qërë qa po bojnë këta. Më sa këta hojnë, Shiqo, edhe pjesa tjetër. Po, edhe paguajnë që hojnë, po mujnë me angër në Turqi, në Spanjë, Sloveni. Na po flasim veç për... Po vinë Kosovë, e anë që bobin du të me pagu. Na veç në regull. Po natyrshme është, natyrshme si çdo qytetar. Pra, na po flasim për mërgjimtarët. Po edhe këtu po punohet, nëse është 15%, se që tha zotëri Rexhaj, është 15%, po 85% tjerat janë këtu buxheti që bëhet pe i vendit këtu, pe pra do me thonë, ti nuk mendon si na është dvarur më prej diasporës. Jo është dvarur, si na është dvarur, se këni 4% për ne nuk janë peshë ku me ditë çfarë, sepse, a di pse po them, bile kanë herë ndoshta janë lasdru shumë, se tu i pasi to, edhe shteti tu i lavdru se 4% kemi rritje ekonomike që janë varën për remitenca e rritje, atëherë nas po punojmë kur gjë, ekonominë nuk jena të zhvillu, jena të i majtë në një nivel as për para, as mrapa. Po, të njëjtën pikë po e majmë. Po e majmë, pa zhvillu më venin, për arsye se 4 vjetë për shembull ky pushtet që ishte, nuk e zhvilloi ekonominë as pak, nuk bën investime kapitale, edhe tash çdo vit janë lavdruar 3%, jo 4% kemi rritje. Cila nuk është rritje reale kjo, nuk është rritje e zhvillimit të Kosovës. Është një rritje që po një farforme me ndihma po bëhet. Nuk po bëhet me zhvillim, me punë tonën direkte, që kjo është problemi. Po, ti personalisht a ki përfitime prej diasporës, për shembull, zotëri Meri, ki që ju ka dërgu, ose në vitet 90, ju ka ndihmu, ose diçka e tillë. Vitet 90, për që ata s'doshta mi përzdi, se ka qenë këtë çështje tjetër. Shumica e Kosovarëve janë kanë pa puna, nuk kanë pos bëvakia dhe buk me hongër, edhe ka qenë këtë tjetër situatë. Ndërsa sot ku përjetojmë, unë e punoj, e marrë rogë, nuk jemi varën, punën që e bëj nuk varët prej diasporës, se këtë rast për shamu, prej kur 2 javë, 3 që vinë pushim, janë sektore tjera, ashtu sektori i gastronomisë, sektori i hotelerisë, i transportit, dhe më thonë që to janë ato sektore që përfitojnë ma shumë prej ardhës diasporës, po kjo është shumë normale, nuk do me thonë që e mon Kosovën pëse pagun, se ku të shkojsh turist, dësh me pagu. Do me thonë është gabim shteti me më buj varën për remitenca vë diasporës. Për arsye që pastaj mënet gjdo levizje në tregjet e Zvicës e Gjermonisht, nëse ne qatë shumë varëmi për remitencave të diasporës, gjdo levizje atje ndikon edhe në ekonominë e vendit. Për shumica, fatmirë se shumica e remitencave në konsum ditor, Por, unë do ta kaloja në një shteg tjetër me cilin basë zotri Malishi dhe zotri Rexha mund të më japin përgjigje. A ka mërë cilë një diska shumë interesante ta them. Pa tjetër. Se ta shëre,
as mërgjimtarët, as ta nuk kanë nevoj me mu krekos se që që e bom nomen që për nevoj më Kosovë. S'kanë pra nevoj ka kalu kua. Pse po thamë, se ju e dini që hebrejt, hebrejt e kanë ndihmu edhe me përqindje caktuar me shtetin e vetë. Edhe ndihmojnë, halo. Çdo muj prej rrogës vetë kanë do special përqindje për shtetin. Mërgjimtarët tonë kërkush s'peshtin, as nuk jënë të indaqë ato pare special. Atëherë kishim me thonë, ajo tjetër sen, kishim me thonë se me të vërtet mërgjimtarët jënë të e dhonë përqindjen e vetë, për shamë 1% a 2% për shtetin e Kosovës muj. Ajo tjetër sen. E qartë, po një çështje tjetër, kur jenë atë mërgjimi, zotri Rezhaj edhe zotri Maliqi, bashkë për këtë çështje ju e në personat adekuat me folë. A ka rënë aktualisht edhe lobimi i diasporës tonë për Kosovën në raport me të kaluarën? Zotri Rezhaj. Nuk është Maliqin lidhja, alo. Kështu, lobimi për Kosovën, Zvicër nuk e nevojit me folë, kështu lobimi, sepse Zvicra një Kosovën i ka raportet e mira me Kosovën, edhe këtu ma me atë problem na nuk merëmi. Mas qlirimit dhe sidomos mas shpallis pavarësisë, ne jemi jëntu ma shumë me i shkollu thmin, me arrit vetë profesione punë ma të mira, dhe me thonë jemi koncentru këtu ma shumë në integrim, edhe është tregu si shumë e sukseshme. është bëni gabimi madhë, si thatë ju me ebrej, se ke mujtë me vazhdu. Nëse ju me 20% sa pagujnë e drejt, na kemi mujtë me vazhdu me 5 ose me 3% për shambull. Vesh 3%, vesh 2% me bazon sale. U bëni gabim, sepse këtu mbas shpalljes pavarësisë, gjitha partit u morën vesh që mos të funksionojnë ma si parti, po të mbledhemi si komunitet, si shqiptar, si mërgat në Zvicër, edhe të ndihmojmë shtetin tonë, t'i blejmë ambasadat për fillim, t'i blejmë konzulatat, t'i sigurojmë pagat për ata njerëz që punojnë aty, sepse standardi pagat mes Kosovës dhe Zvicrës kanë një diferencë të madhe. Po mund fazën kur ishim në rreth organizimit, nuk po du me politizu, po me të vërtet erdhi vetë vendosja dhe informoj ato komitetet e veta, mblodhi vota këtu, edhe na ktheu prapë në vitet 90, edhe tash jemi ku jemi në atë bëni pyetje me ta organizuar. Sepse jemi krejt në fund pas saj pyetje do ta mbyllim. Me qenë se je atje në Zvicër, a po e vren që jënë dëshpru diaspora që i mashtroj kurti 4 vitet e kalume dhe përveç ati sigurimit 5-6 euro që pja pagun gjo hajrë pitina s'kam po? Po është fyrje për diasporën ja u pagu ato sigurime, kur shumica aty ne kanë një makinë për të marrën diku mesatarën rrëth 60.000 euro. Duren zemra ta po gëzohen këgja shumë që pja pagu. Nuk besoj se për neve ma shumë në nëshmim me nashpia 15 euro me i pagu për një mujt, për një asa... A ka një shmiro për shmën? Nuk ka kur fare efekti. Mirë, zotri Rezhaj, jemi krejt në fund këti diskutime, one do doja që ta zgjasnim edhe pak këtë diskutim, por kemi disa zhvillime në geopolitikën globale të cilat do dojë të kishim pjesë e emisionit, andaj duke pas parasysh që efektin kohë më do të ambyll këto diskutime dhe t'ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e sotme. Gjithashtu përshëndetje, kalofshi mirë. Faleminderit. Zotit Maliqi ja bën pa drejt se nuk morë shumë kohë. Do ta ketë rastin për një koment. Do ta ketë rastin për një koment, nuk e harrova. Zotri Miri, faleminderit shumë që ishe në studio. Zotri Gashi, faleminderit shumë që ishe në studio. Për në fund, zotri Maliqi, dua të di krejt shkurt, vazhdonte diaspora jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën sipas opinionit tënd? Patjetër, si që thash, shqiptarët në Zvicër janë bërë lojtar kyç në ekonominë zvicerane dhe kosovare. Si që dini, kroni, imigrantët e gjeneratës së dytë, sekondo si që njëhen këtu, në Zvicër, çdo ditë po dëshmojnë integrimin dhe suksesit e tyre në Zvicër. Dhe me që jemi krejt në fund, dua të di nëse ne si shtet po arrim të amarim më të mirën e mundshme e kësaj gjenerate. Po, patjetër, dhe sa thëmë se ka bërë ndryshimin në ekonomi, por edhe në politikë si në Zvicër ashtu në Kosovë. Në mesin e 1 milion milionerëve, por si pas burimeve tona, në Zvicër ka 1 milion milionerë, Zvicër, por si pas burimeve tona janë edhe 2.000 milionerë shqiptarë, kryesisht nga Kosova, me 10.000 kompani të tyre që funksionojnë me sukses në territorin helvetik. Dhe këta 2.000 milionerë, apo polla, nuk e argjoj për spesa, për Ligjana, apo për qaj rusi, apo për sugjok, apo ndjetin në Shqipëri, por ato ndjete i shtojnë vendindjes Kosovës për ndryshim dhe zhvillim.
Po, e qartë. Që shoh. Dhe në fund, Po, krejt në fund, zotri Malishi. për këtë lobimit në Zvicër, partitë si shta kolegu atje nga Gjermania, ashtu është situata edhe në Zvicër. Partitë politike kanë qenë shumë aktive para çlirimit, do të thonë para vitit 1999, pashtë janë disa parti që funksionojnë aty këto, bili liderët na vinë çdo herë para zgjedhjeve këtu për të bërë fushata e tjera. Por, për fund, Kroni, jemi nga Zvicra edhe një lart të mirë nga Gjeneva. Dita e policisë zvistrane njëhet në 11 tetor që do të bëhet në Gjenevë. Në këtë festë, ceremoni janë ftuar edhe krerët nga Ministria e Punës së Mbretërave, nga Policia e Kosovës, respektivisht ministri Xhelat Vesta, Gazprom Hoxha, dhe Konelshani Partikelani, dhe policia të tjera femra. Vizitë e policëve të Kosovës në Zvicër përkon në kohën kur dokëmtarët Kosovën e konsiderojnë si vendi më i sigurt në Evropë dhe në botë. Pak policisë Kosovës tash marrë, kush do ta merr mësim? Policia e Kosovës nga ajo zvistrane. Po çfarë për ditë po vrohen njerëz rrugëve E qartë. Zotri Malishi, faleminderit shumë për këtë koment të fundit i cili ngjalli debat këtu në studio, por gjithë çfarë mund të them është ne jemi krenar për policinë e Kosovës në veçantë, besoj kjo është pika ku pajtohemi të gjithë. Jo për Xhelat Vesta. E përmbyllim këtë blok pa përmendur emra të tjerë, do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi me një çështje krejt tjetër, si duket konfliktit në mes të Izraelit dhe Hamasit po e vije fundit.